edukata me Allahun xhallahu ala të ndërruar shikues. Është pjesa më e rëndësishme e besimit tonë. Nga se ka njerëz që sillen me pa edukat me Allahun te barekuhu teala. Kjo sjellje e pa edukat e tyre me Allahun xhallahu ala, Allahu nuk e dëmton. Po ata dëmtuan të ngjorët, të shkretët, që realisht tregojnë ligësinë e tyre, tregojnë dobësinë e besimit, apo ndoshta edhe mos ekzistimin e besimit fare në zemrat tyre në raport me Allahun te barekuhu teala. Duhet jemi të kujdesshëm me Allahun xhallahu në shprehjet tona. Ka na ka mësuar pejgamberi sa që në komunikim me Allahun, në raport me Allahun, shumë duhet me qenë me kujdes. Ka se Allahu është i veçantë, nuk është i ngjashëm me të askush. Shkoni për shembull një edukatë e rëndësishme në raport me Allahun, si na mësoi pejgamberi alayhi salatu wasalam. Erdhi një njeri tek pejgamberi sa dhe i tha: "Çka don Allahu dhe ti o i dërguari i Allahut? Do më bëhet çka doni ju." A pejgamberi sa e xhaltani lillahi niddat, ja me Allahun shok po mbana. Nuk thuhet kështu. E pse ai padyshim nuk e than kuptim të barazimit të fuqive ose ortakris, ju nuk e tha kështu. Me pyet atë njëri që tha kështu, ti a mendon se i dërguari është si Allahu? E thot jo. Po megjithatë, vetë shprehja është e pa edukat. I tha pejgamberi: "Kul ma sha Allahu wahda." Thuaj çka don Allahu bëhet. Çka don Zoti veç. Edukat është kjo. Të dim si musil.